Yo, what's up, is good, X-Malo gang in the building. Atëherë do jemi këtë reaction, kemi prit Unikatilin deri në orën 2:55 të datës 2 maj, po, se kaloi 1 maj, edhe e gjum live në TikTok, por dhe në gjëm tani si që duhet. Shuj që Unikatil copa ka kaluar 17 orë nga publikimi këngës, ka 298.000 views, 17.000 like dhe 1.575 komente, që du të thot është një këngë që ka dalë pa pik plani, kuptimin pa pik sponsorizimi ose lajmërimi para jave si që bën shumica dhe hajt dhezin, por e ka plasur story nga ora 10 që do nxjerrë këngë, kështu që real views dhe real song play. Më boni mendoj ondër, dhjen si zinxhire. Suksesi që s'po vjen i fshtjat me kalla plak se hire. Po pse, kur unë e majta zotin për mi tona. Atëre para punës herë e di që mund do vënohemi pak, por edhe s'do vënohemi, por do na shpëtojnë ai fjalë që s'do e kuptojnë, sepse është shumë domethënë i thellë me tekstin, me fjalët, ka shumë kuptim të vështirë dhe dua pak ndihmë dhe nga komentet, kështu që play. Okej, edhe herë. Dhjen si zinxhire, suksesi që s'po vjen i fshtjat me kalla plak se hire. Po pse, kur unë e majta zotin për mi tona, a ndoshta ndonjëherë shita e s'po kujtona. Okej, tu tregohet që me zotin ka mec para, po ka pas momente që kam rëshkitur, domethënë kam anashkalu ca momente, kam lëviz pak nga rruga e drejt, por s'po kujtona. Skipçani është keq bro, ma boni luki. Skepse një është keq bro, ma boni luki. Kënë do ma shumë, i s'provo ma shumë ti, a thu, a i pëmdoj ka mu? Kjo ishte shumë e bukur, dhe më thënë, Zoti sprovon ata që do, edhe i merr një person të shtrenjtë, a thu, mund ke dash, thot? Kënë do ma shumë, i s'provo ma shumë. Zoti kë do më shumë, i sprovon ma shumë ti. A thu, a i pëmdoj ka mu? Po pra, dhe më thënë, Zoti e do Unikatilin, dhe për këtë arsye ka marrë dhe vllajin, dhe ky i bën pyetje, bën tip monologu vetes, unit ti personal dhe Zotit i thot tani pse ma more më bë? Pse? Okej, më do mu, po pse më bën vuaj? Po pse atër kjo bota jem copa të coptu? Azraeli sigur hi jam djek, anë shkraj, për derdi të raki, për lavdi, të vori vlaj, kështu kur topit vetja kishe i marun pikuri, Zotim nga me pak, që shki guri, si ti shuri, pape. Ja dhe kjo ishte shumë e bukur, kuptimi që shkoj te vori vlajt, tu marrë dhe i gotë raki, ti përësë kur nezë një cigare, kur ke humë do një të afërm, ose në një shok, larg qopt, mos i ndodh askujt, por edhe i ndet cigare te vorri. E njëjta gjë thotë Unikatili, një gotë raki, edhe te guri si për varrit, aty më dalin lotët, edhe Zot, çuditë çfarë janë këto lotë që dalin prej guri. Diçka shtim qona va, njeri du t'mi shkry, kitë minuta që i ka, me gjithë bekime e i dhënime që i këm pa, për kitë ata që mdoj, e m'ka ndash duna mi kra, Rike trupin tu munda, tani këtu, do më thënë se humba pak Rike trupin, do më thënë Rike Roçi, sharap por maj shqipe gangster Rike Roçi, nuk ka lidhi me Rike Roçin, por na kujton Riken, gangsteren, shu që do është ta shumica do thënë, oj, pas ka bërë këngë Unikatili Rikes, o Rike, ka bërë Unikatili këngë, se ka përmend në tekst, por kjo do më thënë ka i kuptim tjetër, thot është Rike trupin tu munda, do më thënë po më
coptohet trupi tu munda, diçka, do të thënë ky lloj kuptime, por ka dhe kuptim fiks fare është mushtjellosja, prit. Si e kishte më burr, e diskutum live më burr, na ndihmun ca gangstera shqipet e Kosovës, kështu që problemi se e huma fiks se çdo të thoshte Rike, ma komentoni pak. Rike trupin tu munda. Dhe më thënë, po më coptohet, po lesh trupi im tu munda, diçka e tillë. Tu tani ka marrë sponto nga Lek Dugagjini, dhe thot një far leke kur e pret edhe herë. Okej, një far leke kur para se të vdiste pa t'i thënë lëmi durët jashtë kur vdes. Prit, lëmi durët jashtë dhe Okej, këtu kemi disa kunja, nuk po themi tani emra fix, por ka disa kunja për persona që shesin sedrën si puna të çorapeve. Domethënë, ndrojnë sedrën, jo po shesin, ndrojnë sedrën siç ndrojnë çorapet. Pra aq ditë sa ndrojnë çorapet, pra aq ditë ndrojnë dhe sedrën. Kjo ishte thumb për do artista që deri dje shaheshin dhe sot lëpiren me njëri tjetrin. Okej, këtu du më thëmë mund ta ketë dhe për vetën, thot ja unë që jam me principe që nuk shes sedra, nuk shes shpirtin, refuzoj dhe miliona, po shit çfarë më ndodhi. Kupton? Domethënë është një jo lapsus, po është një botë që edhe po u solle mirë, prap do të shemet ajo bota. Okej, good. Thash, ishte një far leke që pati thënë, kur vdes mi lini durët jashtë, ose tek dorë jashtë, dhe kjo lidhet me këtë njëjtë gjë dhe thot Unikatili që kur të varrosni, kur të vdes, lemani dorën jashtë, edhe gishtin e tretë, për hejte. Po qëlloj ideja o plakë, dhe më thënë, lërni dorën jashtë Unikatilit, po nuk e di, po më duket shumë movie kjo, shumë film, shumë se pa do në gjurë në njërë hera, pa që në gjurë diçka t'jilë, seriozisht. Se dy Rike, trupin tu munda, si sakica tu mu qa. Që instrumentali, instrumentali pëlqen, super unik instrumentalit, e ka bërë Unikatili pa diskutim, edhe është publikuar nga Blodja Albozën, copa kënga, që kemi pritur një këngë tillë, gjys dedikimi edhe gjys hidhërimi, ja, gjys
disi që unë vazhdoj para edhe nuk dorëzohem kur, sepse unë jam unikatili, edhe kur të varrosem lëma një dorën jashtë, gishtin e tret. Qa gangsteri, nota dhe jetë nota më e lartë që kam dhënë ndonjëherë, jo me mik, 9.1. 9.1 është e pa që jap këtë notë kaq të madhe, kështu që bravo Sharra from my ship unikatili, tekstin siç e thash, ndihmoni ku kam kalu gjëra që kam pas kuptim tjetër. Melodia e bukur, tipi unikatilit, klasik. Flowi tipik, notën 8.8, si përfundim 9.1. Gjithsesi, bëni subscribe, turn notification, like, komentoni këngë gangsterin nëse doni reaction, edhe shikojena.